Gania ka bo valigjën gati për javën që vjen në Kroaci, do të bëjmë klipin me Ganin. Nëse vjen Gania, unë nuk vi. Pse? Jetë dorëheqje. Është llafazani ballë. Gania është të ma studiu durimin. Kanë filluar ngucjet në programin ton të tretë. Uka, çfarë po ndodh mes teje dhe Ganiut që ti e vëre që keni pak Kimi. A ndoshta, jo, unë mendoj, më falni, një minutë, më falni. Unë mendoj që të lutem, Noeli, të lutem. Unë mendoj që ti Uka ke një problem me Ganiun, mos vall vitet ti e shef atë si njëri që po ta merr karrierën dhe ai duket që do shkëlqej. Unë ja them që është një djalë plot me sukses. E ndjek shumë dhe muzikën e pëlqej, po ti më duket ke një xhelozi të brendshme. Marrë mendimin e Ukës do kalojmë te Teuta, okay? Ke një xhelozi për Ganiun. Respekt për ty. Faleminderit. Unë do thosha për Ganiun edhe për Ukën, aty ku ka, s'po them urrëtie, sa është fjalë e madhe shumë, aty ku ka ngacmime ka dashuri, kështu që unë vem. Unë mendoj që është një xhelozi. Ka një xhelozi. Është Më duket që jemi përputhëm këtu.